shoqëria e cila nuk është e mirë, zemrën të cilën e ketë pasër ta njëllos me gjunahe dhe mëkate, sepse të nxit nga dukurit negative. Shoqëria e keqe ta shkatron dynjan dhe ahiretin. Andaj, secili prej neve, si musliman, e kemi obligim që ta përzgjedhim shoqërinë e mirë si ilaç për zemrat tona. Sepse vetëm si e ktill e përzgjedhur nga ana e pejgamberit alayhis salam arriti që ta mposht perandorinë bizantine. Vetëm me një shoqëri të sinqert, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti që ta përçonte mesazhin tek mbretërit e mëdhenj. Vetëm përmes kësaj shoqërie të sinqert dhe të fortë dhe të palëkundur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bëri ball një prej fiseve më të mëdha arabe në atë kohë, kurejshitëve të Mekës. Vetëm me këtë shoqëri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati motiv që të thriste në rrugën e Allahut, duke mos u lëkundur, edhe pse u sprovua, edhe pse u përsekutua, edhe pse ju vran shumë shok dhe familjar, por shoqëria e mirë i thonë të gjithmonë, qëndro Muhammed sepse ne jemi në rrugën e drejtë. Andaj, sa kemi nevojë ne sot në kohën cilën po jetojmë, në periudhën cilën po jetojmë, e cila është e stërmbushur me sprova të shumta, ku goditjet vijnë nga ajo anë që ti nuk e pret, sprovat vijnë nga ajo anë që ti nuk e pret, telashet dhe brengat vijnë nga ajo anë që ti nuk e pret. A thua vallë, kemi ne shok, si shpati Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrin, që e dha gjithë pasurinë e tij për Muhamedin alayhis salam dhe për Zotin. A kemi shok, si shpati pejgamberi alayhis salam Uthmanin dhe Aliun dhe Talha ibn Ubaydillah e shumë të tjerë, të cilët e gjakosën trupat e tyre dhe u bën mburoj vetëm që një therr apo një shtizë mos ta godiste Muhamedin alayhis salam. Andaj, të nderuar vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote është qenie sociale. Siç thotë edhe Ibn Khalduni në librin e tij El-Muqaddima, njeriu për nga natyrshmëria është qenie sociale, ka nevojë të shoqërohet dhe nuk jeton dot pa tjetrin. Kështu Allah Azza wa Jall e ka krijuar në natyrshmërinë e tij. Andaj njeriu ka nevojë për përkrahje. Njeriu ka nevojë për shok që kauzat e tij i çon përpara. Luma i njeri i cili ka shok të sinqert, shok të cilët nuk shiten, nuk lëkunden, pa marrë parasysh se çfarë e godet shokun e tyre, ata e mbështesin, ata sakrifikohen për të. Sidomos, kur kjo sakrificë duhet jetë në emër të Allahut Azza wa Jall.